Më ndryshe sot. Sot është pak më ndryshe. Jo, me thënë të drejtën. Sot është pak më ndryshe. Qa kuptimi? Të trejnë një zë. 1, 2, 3. Sot është pak... Një sekundë, se nga përëndëmsh. 1, 2, 3, 4. Pse the të 3? Të 4. Të 4 deri në 3. 1, 2, 3. Sot është pak... Sot është pak më ndryshe, apo pak më ndryshe është sot? Pak më ndryshe sot për shënë si ka mbyllë njëri atë të tjena dje se banë ftohet bukur fort. Pra, mi mbrëma në përshëndetim se vini sot në qathu këtu në agon. Qënëll! E di për qathu është pak më ndryshe? Pak më ndryshe, nuk ka rëshi. Përmbytja vazhdon. Gjedali ashtë apo jeton në një kapsullë? Nese, me gjitha të, dashuria jote e madhe. Shikoni lartë, vajza. Vajza, shikoni lartë. Lartë, dashuria. Ku është dashuria jote? Të hongër drega darga, sa PD-ja në Vlorë pas përmbytjeve. I them PD-s, Dohaja i se është kryeministër. Dohaj dhe Kakaleca, edhe Tateri. Se s'mund haj Bukegjis kryeministri Shqipërisë. Oke, bukur. Jo, a i tha që i bëjë thire qytetarëve të përgatitur për një përmbytje tjetër, për një rreshit... Po sigurisht, më ja të fillojmë të nërtojmë arkën e Noës, se të fusim gjithë baktit brënda. Nese, do merrem pak gjatë me të dashurin tënë, po jo vetëm. Të merresh se a i vetëm qefi i bëhet. Oke, bukur, vajza. Shpet këtë vëndi juaj, sot vajzat e ka nejgjur atë televizin e kokët që. Këti, edhe unë jam shumë i mërzitur për që. Nga një e kanë shtuar, e kanë bërë 4 lëvizje koke. 4 lëvizje koke, oke. Sriti vajzat. Flonza! Mami! Për një që përgjehu të një. Jo, ti nuk ka me të tajnë kërësoni gjithë kërcimin. Në fund fare. Që ufshin me... Jo, ishte Endri. Qoni, një në shtrisi lopa 4 orë. Po që boni me gota. Në këtë kërcim që është definitivisht një nga kërcimi më të bukura, ti shef Endrin, what is wrong with you? Qa problemi kemë, vlasë nuk... Ja, pëse ti këshuje, unë them shiko hënë, ti shiko në gishtin. Urdo që ke. Filma, Kristës Anesi. O, zotin më Nese, ke Vilma po, qua, se Amina goma sa të mori 2-3, nese. Amina do t'a bëjmë 3, si ortodoksit. Atëhere, minderuar, ndanimi pak Qameti. Qameti Ismalbi. Where is the love? Where is the love? A ne nga jugi e ke, nga jugi. Korona. Korona, do am shtetë më mira po korona? Korona do, bukur. Nese, shiko, të ndalim pak hap pas hapi. Digjo. Sepse, që ke? Të lutem, që të flasim shtrëmbër dhe të rrim prap shtrëmbër. Ke vëdoj. A i shkoj deri ke viza ujit. Po, bravo. E pa, edhe iku. Qa do mo nga një kërënis? Jo. Pra, duat i më shëtë një asa ide si është ime është që thash, sa ishte Berisha u përmbyse Veriu, erdi Rama përmbyset Jugu. Ne duhet me qenë mas i partia vla që mos përmbytemi. Duhet e gjim dorë nga këta, përfundimisht. Shqipëria e mesme do të haj nga LSI-a. Alianca Kuqezi do pëj gjëmen ande nga Kosova, më falë. Oke, që si ka mundti që ktheu këshu, më kthyen edhe votat, ktheu dhe shiu, më. Po, mënonë, bukur. Sepse, zoti është i madh, minderuar. Përsa ko PS-ja ishte në opozit, kërë përmbyse Shkodra e pjesa veriore, këta dolën dhe thanë që jo faj Berishës nga goti e tjerë. Thanë, e ka fajnë Berisha se i shtryu dhe rete dhe bjeshtë. Bravo. Ndike një pak, do më thënë, qka thënë në atë ko PS-ja në opozit, për përmbytjet e Shkodrës pra që ishe në qeveri Berisha. Ndike pak, ndërko që ju kujtët e gjithve që Rama në opozit në atë kohë kishte një plan kundra përmbytjeve. Po që se vuri do të zbatim. Po nuk e vë sepse iku PD-ja nga pushteti, iku dhe plani, se s'mund bajnë plani. Ndike pak. Rreshjet e shumta të ditëve të fundit po rrezikojnë popullatën dhe zonat fushore të Shkodrës dhe të Lezhës. Disa qindra shtëpi banimi gjenden sot në ujë së bashku me qindra hektar tokë bujqësore. Parashikohen së paku 10 ditë rrebeshe, shira, të cilët në zonat e Alpeve dhe në basenin e Drinit sjellin prurje të pallogaritshme. Vendi mbytet, Berisha shoh. Përmbytjet, dështim i turpshëm i qeverisë. Përmbytjet, Berisha përgjegjës. Përmbytjet në Shkodër nga keq qeverisja. Shkodra dështimi kryeministrit, të dorëhiqet. Përmbytjet, nevojitet operacion radikal. Janë masat konkrete për përmbytjet. Paratë e Shkodrës për fushat, Berisha zvarrit krizat. Partia Socialiste gati planin e shpëtimit, qeveria mbyll kuvendin. Përmbytjet, Berisha përgjegjës. Përmbytjet, nevojitet operacion radikal. Janë masat konkrete për përmbytjet. Paratë e Shkodrës për fushat, Berisha zvarrit krizat. Partia Socialiste gati planin e shpëtimit, qeveria mbyll kuvendin.
Kështu dhe me të lumtët. Tua mbledhim o putat, një hengshat temë, një hengshat. Una terra promessa, un mondo diverso, dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Është e qartë se kemi të bëjmë me një situatë tërësisht të jashtëzakonshme për sa i përket motit. Tërbimi i motit, por çka rezulton edhe nga të dhënat historike meteorologjike. Parashikohen së paku 10 ditë rrebeshe, shira, të cilët sjellin prurje të pallogaritshme. Tërbimi i motit, por çka rezulton edhe nga të dhënat historike meteorologjike. Në 2010-ën, Berisha e ka Berisha. E kishte Berisha në atë kohë. Jo Berisha. Berisha, e kishte Berisha në atë kohë, domethënë, ta kishte një plan kundra përmbytjeve, duhet largohesh, kisha abuzuar me fondet e tjera. Po, sot, oggi. Kush e ka fajin? E faj. Berisha prap. Jo. Berisha është Jo, faj. Qa tha? Rama, dashuria jote. Ja vuri fajin vetes? Jo, e di, jo. Budalla. Iku Berisha është tërbuar moti. Jo, një sekund. Jo, se nuk mange një as ju, e meni ju. Po këshu më tha është tërbuar moti. Mirë ky. Po, dhe kur ishe Berisha, ishte Hana Blu. Hana Blu në kaq vite. Pra. Unë po i them diçka. O primo ministro. Okej, që pili për i kulo. Jo, e kam bllafin kushë. Më fal. Kur do ta marrin fajin tot që po është faji jon? Jo, që kemi gryer lumen, që kemi shkuluar temë. Jo. Ky mund të ketë faj që pse zvurin plan atë pse zbatojnë të planin anti-përmbytje. Kur instalun çadrat pra kryeministri humbi planin. Pra, gjithmonë kur ka përmbytje ndaç në jug, ndaç në veri, siç po u tregojnë, atëherë ishte Hana Blu. Këtë e mani mend gjithë. Tash i është tërbuar moti. Kishte kaq vite që nuk tërbohej moti. Dhe do dali emision shumë i ri. Parashikimi i tërbimit të motit për sot edhe për nesër. Për nesër, kush do të di? Po ka edhe një moment tjetër. Se i gjithë ky tërbimi i motit. Fajin e ka Berisha, e di si ndikoi kjo ke Rama. Pati një moment i doli zinxhiri. I bëri krap. Krap kompanjoli, i bëri zhurmë kompanjoli. Ndije pak se çfarë thot, ndije. Kanë shmangur çdo lloj dëmi, kanë shmangur dëme të mëdha. Nga ana tjetër, kemi shumë shtëpi të përmbytura dhe të dëmtuara, do të bëhet një raport i hollësishëm i të gjitha dëmeve. Kanë shmangur çdo lloj dëmi, kemi shumë shtëpi të përmbytura dhe të dëmtuara, kanë shmangur dëme të mëdha, do të bëhet një raport i hollësishëm i të gjitha dëmeve. Edhe shumë më mbërduar në nuk ka, në fakt që dëme nuk ka pasur. Por Rama do llogarisi dëmet dhe do japi parat. Do japi. Do t'i japi. Parat për kompensim ky? Më bërtheni fort ato qingja, ato dele që ka ngelur gjallë, se të keqen vllai. Ma ato do hani buk, sa të prisni ju ato. Qërën si ka. Do t'ja japi parat në fundit. Sa të bin ujrat. Se na kanë plas pak ujrat edhe në qeveri. Keqen shqiptarët. Në thët keqen, halli madh shqiptarëve. Pra, që të ndajmë muhabetin njëri mirë. Nuk është faji i Ramas, as i kësaj qeverie, është tërbimi i motit. Si që ishte në atë kohë dhe Hana Blu për Berishën. Hana Blu është. Ndërkohë që në 2010 PS-ja në opozit në atë kohë kishte një plan kundra përmbytjeve sepse kisha abuzuar me fondet Berisha etj. Sot s'ka si lloj plani. Jo, ishte kryefjala të jap dorëheqjen Berisha të iki, të largohet qeveria. Atëherë. Ti do të bësh një paralelizëm me këtë që thotë, a? Fare, po se nuk më bëhet zemra malo të keqen fare. Nuk di të ta shpjegoj. Njeri që shfrytëzon mediat për të bërë politikë atje. Unë? Së shfare vërtet. Ne, dhe të marrë, po. Oke, do të kemi vetëm pas pak. Për një gjë tjetër, se mirë fajin e ka Berisha. Thojnë ta, dhe të shi. Po në bashki ku që ka fajin? Bashki? Berisha. Kthehemi vetëm pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga Dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.